Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktorët japin urdhër, këta persona duhet të konsumojnë me njerë qershi. Trajtojnë këto probleme. Të mbushura me vitamina dhe antioksidant mbrojtës, qershit sigurisht janë të mira për ne. Nutricionistët tregojnë se qershit janë një frut i vogël i rumullakët me ngjyrë të kuqe, në varësi të shumëllojshmërisë të cilës ato kanë përqindje, mallësi dhe shije të tyre që ndryshojnë, por zakonisht kemi të bëjmë me dy kategori, të ëmbla dhe të tharta. Qershit e ëmbla zakonisht më njanohen, ndërsa qershit e tharta kanë më shumë gjasa të përdoren në gatime. Varietetet më të njohura përfshin qershinë e zezë me bërtham, morello dhe qershinë spanjolle. Të gjitha qershit kanë një bërtham që duhet të hiqet përpara se të hahet ose të gatuhet. Ja cilat janë përfitimet sipas Nicholas Sharbok, edhe përfitimet më të mira që mund të marrë organizmi juaj nga konsumi i qershive. Ato do të ofrojnë një zemër të shëndetshme, mund të ulin presionin e gjakut, mund të ulin kolesterolin, mund të ndihmojnë në menaxhimin e sheqerit në gjak, mund të ndihmojnë në gjendjet inflamatore, mund të përmirësojnë rikuperimin pas tërvitjes, mund t'ju ndihmojnë të flini, mund t'ju ndihmojnë të parandaloni gjithashtu edhe problemet të sistemit tuaj tretës. Meqense po afron sezoni i qershive, konsumi i këtij fruti të mrekullueshëm ofron përfitime të mira në shëndet, të cilat do t'i merrni nga përdorimi i tyre. Përveç shijes së mirë, konsumi i këtij fruti ka vlera shtesë falë pranisë së vitaminave, antioksidantëve dhe shumë përbërësve të tjerë të cilët ofrojnë përfitime shëndetësore, duke përfshirë ndihmën kundër pagjumësisë, dhimbjeve të ndryshme dhe shkrirjes së yndyrave, rrjedhimisht rënien nga pesha. Ndaj dhe dietologët përveç fakteve të sipërpërmendura, listojnë edhe arsyet se pse patjetër duhet të konsumoni qershit disa herë në javë. Sipas Brightside do të rëndisim disa nga vlerat kryesore që qershit do të ofrojnë në shëndetin e njeriut, dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Qershit mburen me listën e gjatë të përfitimeve shëruese, janë të pasura gjithashtu me substanca të cilat ndihmojnë kundër inflamacionit. Sikur kjo të mos mjaftonte, një studim laboratorik me 2 përbërës që ka gjetur te qershit ka treguar se ato parandalojnë edhe përhapjen e komplikacioneve në shëndet dhe sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë në shëndetin tuaj. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Qershit e ëmbla kanë një indeks të ulët glicemik më të ulët se kajsit, rrushi, pjeshkët dhe boronicat. Kjo i bën qershit një zgjidhje shumë të mirë për një vakt të ndërmjetëm, krahasuar me shumë fruta dhe sidomos ato të cilët ndikojnë tek diabeti. Qershit janë të mira kundër pagjumësisë. Sërish një tjetër natë pa gjumë. Lëngu i qershive është shpëtimi. Pini lëng qershie 30 minuta pas zgjimit dhe 30 minuta para konsumit të vaktit të mbrëmjes. Disa persona të cilët kishin probleme me pagjumësinë u bënë pjesë e një studimi me bazë konsumin e qershive. Rezultati tregoi se këta persona pas disa kohësh kishin nivele më të lartë të melatonine, një substancë e cila gjendet në qershit dhe është e njohur për rregullimin e cikleve të gjumit në trup. Ndihmon për të rënë nga pesha. Veçanërisht qershit jo shumë të ëmbla, por që kanë lëng shumë, ndihmojnë në reduktimin e niveleve të yndyrës në trupin tuaj. Studiuesit kanë nënvizuar se konsumi i qershive u vjen në ndihmë personave që duan të bien nga pesha. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të Alzheimerit. Shoqata e mjekëve në luftën kundër Alzheimerit ka futur qershin në listën e ushqimeve që ndihmojnë në rritjen e niveleve të kujtesës dhe ndihmojnë në sistemin njohës. Falë pranisë së lartë të antocianineve, qershit janë një frut i mirë për të konsumuar, veçanërisht edhe për forcimin e kujtesës. Qershit janë një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë kundër iktusit. Nuk mund të mos kishte përfitime edhe sistemi kardiovaskular me konsumin e qershive. Janë fruta që ndihmojnë shumë në mbajtjen nën kontroll të sëmundjeve kardiovaskulare, veçanërisht në kontrollin e tensionit të lartë si dhe për diabetikët. Ato ngadalësojnë plakjen e lëkurës. Qershit ka nivele të larta antioksidantëve më shumë se çdo frut tjetër. Antioksidantët ndihmojnë në trupin në luftimin e radikaleve të lira, na bëjnë ne të dukemi më të vjetër. Pirja e përditshme e një gote me lëng qershie ngadalëson procesin e plakjes, sipas shkencëtarëve të Universitetit të Michiganit. Lëngu i qershive rekomandohet gjithashtu si një trajtim alternativ për lëkurën.
Ajo është e mirë kundër dhimbjeve të muskujve. Një filxhan e gjysmë me qershi ose një filxhan me lëng qershie mund të zvogëlojë inflamacionin e muskujve dhe dhimbjen e tyre. Kjo këshill ju është dhënë veçanërisht atletëve të cilëve është këshilluar konsumi i lëngut të qershive 2 herë në ditë për 7 ditë të rresht. Atletët që pinin lëngun e qershive rezultonin se kishin më pak dhimbje të muskujve pas garës se ata që pinin lëngje të tjera të frutave. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për hipertensionin. Falë pranisë së lartë të potasiumit i cili ndihmon në rregullimin e rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut, reduktohet ndjeshëm rreziku i sëmundjeve të hipertensionit, duke mbajtur nën kontroll edhe këtë shqetësim. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Qershit, kur konsumohen për ditë, kanë treguar rezultate të mira në zvogëlimin e inflamacionit. Ato janë gjithashtu të mbushur me antioksidantë dhe fitokimikate që mbrojnë zemrën. Ato ndihmojnë në parandalimin e problemeve të zorrës së trashë. Substanca në qershit e thata mund të zvogëlojnë në formimin e kimikateve të dëmshme që zhvillohen veçanërisht me konsumin e ushqimeve të thata. Konsumi i qershive ndihmon sistemin tretës pasi luan një rol hidratues dhe pastrues. Një filxhan qershi ka vetëm 90 kalori dhe është një burim shumë i mirë i fibrave, që mundëson kështu edhe shumë përfitime për organizmin tuaj. Një filxhan me qershi ofron vetëm 90 kalori dhe furnizon trupin me vitaminën A dhe C. Konsumi i qershive do të çojë në rritjen e aktiviteteve të antioksidantëve në trup. Një studim klinik i kryer në Universitetin e Michiganit doli në përfundim se qershit janë të pasura me lëndë ushqyese. Qershit ndihmojnë në trajtimin e artritit reumatoid, në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, në parandalimin e sëmundjeve në zemër, në uljen e rrezikut të prekjes nga problemet të zorrës së trashë, në përmbajtjen e lartë të antioksidantëve që kanë qenë të lidhur me nivelin e reduktuar të oksidit nitrik, një përbërës ky i lidhur me osteoartritin dhe artritin reumatoid. Ato ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit të njerëzit me diabet. Qershit përmbajnë antioksidantin antocianin, ngjyrues natyral dhe kanë përfitime të shumta shëndetësore. Në studimet e hershme laboratorike që përdorin qelizat e pankreasit të kafshëve, antocianinët rritën prodhimin e insulinës me 50%. Ato ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Qershit mund t'i japin përfitime të ngjashme shëndetësore kardiovaskulare si ato që përdoren për rregullimin e yndyrnave dhe glukozës te personat me sindromën metabolike. Sipas ekspertëve të shëndetit, qershit zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në trup. Ato ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës. Qershit janë një burim shumë i mirë i antocianinës i cili mund të ndihmojë në rritjen e kujtesës. Qershit përmirësojnë edhe cilësinë e gjumit. Konsumi i lëngut të qershive rrit kohën totale të gjumit dhe cilësinë e gjumit. Kështu një gotë me lëng qershie në mëngjes dhe në mbrëmje ndihmon në përmirësimin e gjumit. Universiteti i Pennsylvanisë dhe Universiteti i Rochester monitoruan zakonet e gjumit të 15 të rriturve që pinin lëng qershie në mëngjes dhe në mbrëmje për 2 javë. Rezultatet e studimeve treguan se kishin një ulje të ndjeshme të pagjumësisë gjatë javëve që pjesëmarrësit që pinin vazhdimisht edhe lëngun e qershive. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese dhe mund të jenë gjithashtu shumë të rëndësishme për shëndetin dhe enët e zemrës dhe ato të gjakut. Kaliumi i fshehur brenda qershive mban edhe një përmirësim të shëndetit të zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i ushqimeve ose frutave të pasur me minerale mund të jetë i dobishëm në rregullimin e shtypjes së gjakut, të rrahurave të zemrës dhe aktiviteteve elektrizuese në zemër. Veç të tjera, konsumi i qershive ndihmon edhe në inflamacionet, pakson dhimbjet dhe kthen fuqinë, pastron veshkat dhe kanalet urinare. Gjithashtu, qershit mbrojnë shëndetin e zemrës. Janë burime fantastike të vitaminës A, B1, B2, B3, B6, C dhe K, minerale të kaliumit, kalciumit dhe hekurit, bakrit, manganit, magnezit, fosforit dhe zinkut. Përmbajtja e fibrave, celulozës, pektinës dhe proteinës jep trupit edhe vetit më të rëndësishme ushqyese të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.